Tini, ka disa njerëz që rrinë me vesh në krah, që të ndodhë dikun bot një problemi madh, mënohen me interpretu që kiameti erdhë. Nashta nuk e bojnë me qëllim të keq, po ata nuk pedin që ky lloj interpretimi ndikon negativisht në, si më thon, dinamiken e angazhimit të njerëzve. Edhe definitivisht mendoj se është qasje e cila po sjell dome në mesin e muslimanëve. E erdhi dikush me pyet Muhamedit alayhis salam. Tha, ja Rasulullah, kur o kiameti? Muhamedi alayhis salam i tha, çka ke përgatit për atë ditë? Shini përgjigjen e njeriu më të ndritun që ka shkel këtë botë. Kur o kiameti? Mja nis më marë, mi spjegu ati kur o kiameti, shkon gjysë orë dhe sans merët vesh, se në fund të apet s'dijet kur o kiameti. Edhe e shmangu përgjigjen direkte, edhe i dha përgjigje konkrete të nevojshme dhe të kapshme, i dha përgjigje të kapshme. Shihni në çfarë mënyre e ka ardhzu pejgamberi këtë interpretimin e ngusht, interpretimin jo të meqëm të shenjave të kiametit. Interpretimin që muslimanani fort për zgjallës e ardh kiameti. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse në dorën e njënit prej juve është një fidan, ja ka fillu kiameti, edhe mundet me nërru para kiametit, le ta nërroj. Kiameti është jashtë vullnetit ton, apo jo? Kiameti është jashtë vullnetit ton. Çka është në vullnetin ton? Në vullnetin ton është puna, angazhimi, projektimi, realizimi e kështu me radhë. Që kjo është detyra jonë. Dhe çka duhet me bu na musliman? Na duhet mu angazhu me ato që është në vullnetin ton, që është në mundësin ton. Kiameti në dorë kujt është? Kiameti është në dorë të Zotit. Kur ndodh kiameti? Kur don Zoti? Pik.